Nisur nga moti I keq, merreshje të dendura shiu dhe stuhi që ka përfshirë disa zona të vendit, policia e shtetit ka shtuar prezencën e shërbimeve policore dhe apelon për qytetarët që të shmangin lëvizjet e panevojshme, si dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes në rrugë me automjete, motomjete apo në këmbë. Shërbimet e policisë janë planizuar në shërbim në të gjithë vendin dhe janë të angazhuar maksimalisht për të ndihmuar përdoruesit e rrugës në raste nevoje dhe për të parandaluar aksidentet rrugore. Strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me emergjenca civile, Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e tjera janë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast që paraqet rrezik për përdoruesit e rrugës dhe për banorët në zonat ku është parashikuar që të ketë rreshje të dendura shiu. Firma kontraktuese për mirëmbajtjen e rrugëve po punon për të pastruar inertet e rëna si pasojë e rreshjeve të dendura dhe për të zhbllokuar disa akse të bllokuara nga shkarja e dherave dhe e gurve. Policia bën thirrje që të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe lëvizjet në akset që paraqesin rrezik. Respektoni sinjalistikën rrugore, moderoni shpejtësinë, mbani distancën e duhur me mjetet e tjera, mos kryeni parakalime të gabuara, vendosni rripin e sigurimit dhe kaskën mbrojtëse.